Karateisti tetovar Driton Halimi është kthyer nga Kroacia me suksesin e radhës. Në turneun ndërkombëtar të karates në Samobor të Kroacisë, Halimi ka arritur që të marrë vendin e tretë në kategorinë -52 kg të katetëve. Në këtë turne ka patur një pjesëmarrje prej 27 shteteve nga mbar Evropa. Në këtë turne, Halimi kishte 6 lufta, ku prej tyre kishte 5 fitore, ndërsa një humbje nga konkurrenti i Azerbejxhanit. Turneu kishte 27 shtete, mëshin pjesë 27 shtete dhe unë kisha në kategori 75 garues dhe unë arrita të marrë vendin e tretë. Unë luftova 6 lufta, 5 fitore dhe një humbje. Unë mendoj se në muajin qershor do të garoj në kampionatin shtetëror, pastaj nëse fitoj atje duhet të shkoj në Umag dhe duhet t'i grumbulloj pikat dhe të shkoj në botërore. Në ndërkohë në këtë turne ka marrë pjesë edhe Arjan Mamuti, i cili me pikët e grumbulluara nga luftra që ka zhvilluar ka arritur të siguroj plasman në kampionatin evropian në Sofje të Bullgarisë. Edhe unë isha pjesëmarrës në turneun Grand Prix Kroatia, ishte një turne shumë i fortë, ndoshta më prestigjozi në Europë, pasi kishte pjesëmarrës nga 27 shtete të ndryshme dhe unë kisha afër 60 garues në kategorinë time. Unë zhvillova këtë lufta për fatkeqësisht nuk arrita që të plasom në medalje. Unë para ca kohë në shtetëroren për evropian u plasova me vendin e parë, pastaj në ballkanike dhe në Samobor grumbullova pikë për të udhëtuar muajin tjetër në Sofi të Bullgarisë, ku do të zhvillohet kampionati evropian. Ndryshe, Driton Halimi dhe Arjan Mamuti janë antar të klubit të karates Fati nga Tetova, në drejtimin e trajnerit Arlin Tuseini, që në turneun e Kroacisë kanë marrë pjesë 7 karateistë prej të cilëve vetëm Halimi siguroi vendin e tretë.